Bujku sot është në fshatin Kushuvic, afër Orllanit të famshëm, vend mjedis prallor me ambiente të ralla. Jemi këtu me ftesën e Ganit Deliut, ish antari i menaxhmentit të PTK-s deri në vitin 2018, tash pensioner, i cili një pjesë të konsiderueshme të investimeve nga puna shumë vjeçare, nga mundimi, nga kursimet, ka investu në këto kodra këtu. Qëllimi i investimeve? Po, këtu me qërëndësia edhe pozita e këti në trojve të mija që i konë për në fshatin Kushevic, është se mundet lejohet ndërtimi i këmbshtëpizave ose vikendicave, edhe është një pozitë jashtëzakonisht atraktive, panumarike që shihet krejt fshatat për rreth, liçeni i Batlllavës, Orllani me rrethin, edhe shihen deri te Bjesht e Bajgorës, shihen edhe atje ato fluturakët që sillen për prodhimin e rrymës. Ky fshat Kushevica është në kuadër të Kuvendit Komunal të Podjevës, edhe para 2 vitesh kom bënë një ndërrim, një banese në Prishtinë me këtë 70-ari vend që është këtu në Kushevic. Kjo... E çka mundet këtu, a është parcelizuar apo edhe mundet me qenë edhe si fshat turistik? Jo, është parcelizuar në katastrin Kuvendit Komunal të Podjevës, edhe këtu i kanë dhirë në 17 metroje prej 4 arje gjys deri në 3 arje gjys. Do më thonë 4 e gjys, 4 dhe 3 arje gjys, masijet e trojeve, 17 metroje i kanë dhirë në këta 70 arje që është këtu. Parcelizimi është krye, edhe tash unë mendoj me ndërtu për veti këtu një këmbshtëpiz, për veti, e pjesën tjetër jam interesu me gjetë investor. Po, investitor ose me komercializu, me shit, po. Janë shitje, po. Lartësia mbydetare, sa është? Lartësia mbydetare këtu është 865 metra. Vi ajrore pa po largësia nga Orllani sa është? Nga Orllani i ka dikun 850 metra. Vi ajrore, po. Rruga e mirë është? Rruga është asfalt deri në afërsi 150 metra. 150 metra duhet rregullohet rruga, edhe këtu rrugën, gjitha trojat, rrugën i kom da 2 rrugë kështu vertikalisht, trojet me pas dalin rrugë, me 4 metra gjerësia, edhe den rrugën kryesore poshtë në fund të kësaj naarës ose platëve, 5 metra është gjerësia rrugës, edhe lidhet me këtë rrugën poshtë të asfaltit, edhe këtë pjesën dikun 200 metra, ja kom në katastrit Podjevës, ja kom dhonë në mirëmbajtje edhe figuron namën tyre. Dhe më thonë, e kom shfroncue edhe e kom qitë namën katastrit komunës Podjevës. Në mënyrë që ata me bo mirëmbajtjen, masanej, edhe mundën me rregullu atë pjesën e rrugës. Për jetë normale natyrisht që vynë edhe rryma, por vynë edhe ujë, si që ndojnë punë me këtë? Po, rryma është në afërsi 150 metra nga ky fqinji, atë mundet më bo kyqa rrymë, sa i përket ujit, të mundet më bo shpumje. Edhe këtu ka, në tërë këtë hapësirë këtu, ka ujë shpumje, shkon deri në 50 metra, 60 metra, del ujë edhe ujë i mjaftueshëm edhe ujë i pishëm. Se gjithë këto pozitat edhe këto pronat, rrethet edhe më nalt kanë ujë dhe kanë bo shpumje. Kështu që ujë këtu unë kom bo ato testimet, ata ekspertve që i hulumtojnë ujë në toksor, edhe kemi gjetë ma shumë se 15 vende ka ujë këtu. Gati çdo plas e ka, mundet me bo shpumje dhe me ardhur te ujë. Që është i zgjidhur ai problem. Edhe ajo katëri e këtu marrë këtu edhe atë me pjesën e rrugës. Jemi dëshmitar që rreth liçenit të Batlllavës atje ka pas ndërtime pale dhe ka pas edhe rënime ndërkaq këtu si që ndrojt punë me leta. Korporata Energjetike e Kosovës, KEKU,
kur është ndërtuar edhe aje ka financuar ndërtimin e liçenit të Batllavës, me qëllim që të furnizohen termoelektronat në Biliq. Edhe kur bo atëherë ekspropriimi i këtyne pronave këtu dhe ndërtimi i liçenit, atëherë ju ka paguar pronarëve rreth liçenit edhe atyne që ka marto ka shtëpia, ju ka bo kompenzimi. Tash njerëzit dikush ka ndërtuar ndër rrugë, dikush mbi rrugë, varësisht edhe që ju ka pagu dikujna e ka pagu keku, tash ju ka dërgu vërejtjet për me lirue pronat. Kështu që kjo pjesë këtu nuk përfshihet në ato dhe kjo është larg nga liçeni edhe mund të lejohet ndërtimi atë. Është leja. Po mund, jo lejohet, hapet leja për ndërtim shtëpive individuale. Dhe mund të drejtohen te Gani Deliu adresa. Gani Deliu, unë jam në Prishtinë, edhe në Orlando unë jam, me telefon 044 148 148. Edhe mund me komunikue të interesorit, mu lajmëru, ose mujmë edhe me Gmailin, adin me kontaktu, kështu që besoj që njerëzit do t'jenë kënaqur edhe nuk do zhgënjehen, po mjen pozitën aty, po e shin edhe i vetë, aty në përmes kamerës tash, edhe presim, besoj që ka t'interesu, edhe mujnë informata ma detale, mujnë me dhanë po, personalisht të me, si pronarë. Urojmë që të arrini këto objektiva, urojmë edhe ditë të lumtura të pensionimit, por edhe shëndet të mirë. Faleminderit. Lartësia mbetare këtu mundson një jetë komode. Ta shkencëtarët edhe këta ambientalistat, ata e komentojnë edhe e shpjegojnë se jeta e njeriut për lartësinë ideale për me jetua e preferojnë pozitën prej 800 deri 900 metra. Kështu që edhe atë kusht ke pozitë plotëson, edhe besoj që do të jenë të kënaqur edhe ata.